Një grup qytetarësh korçar, të cilët janë dashamirës të natyrës dhe malit, kanë kontribuar për të rikonstruktuar 8 burimet përgjatë rrugës nga mali i Moravës drejt Çardakut. Këto janë burime mjaft të njohura e madje secili prej tyre ka edhe emër, që është vendosur ndër vite nga vetë qytetarët e Korçës, por që kishin degraduar e në disa raste ishte e vështirë edhe për t'i identifikuar. Petrika Karafili është njëri nga 8 qytetarët që kanë kontribuar dhe kanë kryer rikonstruksionin e këtyre burimeve. Ai shprehet se kjo është një punë e bërë me shumë dashuri për natyrën dhe për qytetin e Korçës, me dëshirën për të lënë një vepër të mirë që do i shërbejë të gjithëve. Kjo është një marrëdhënie trashëgimie ose një marrëdhënie tradicionale, të cilën e kanë bërë brezat tanë më përpara dhe neve po e zhvillojmë këtë pjesë. Mirë, po asgjë nuk është rastësi. Lindi si marrëdhënie fryme më shumë se sa si ide. Ka qenë një marrëdhënie në thelb dashurie për natyrën, për jetën edhe për qytetin dhe për traditën. Kjo ishte një nga gjërat që na mbushte dhe neve flinim dhe të nesër me zi prisim që të vinim që të mbaronim atë. Kuptohet, u kujdesëm që çdo aspekt i asaja të bëheshe me dorë dhe të ishte përputhur me natyrën. Kështu që përdorëm gurë që ishin rreth rrotull, edhe ato shpenzime që bëhem ishin simbolike, të themi, që në raport me veprën. Mendoj se është një shembull i mirë për të gjithë qytetarët e Korçës edhe të gjithë ata që e trashëgojnë ose janë pjesë e kësaj tradite qytetarie. Me punën e kryer, si dhe me pyllëzimin e kryer disa ditë më parë rreth këtyre burimeve, shpresohet që të krijohen disa ndalesa përgjatë rrugës nga mali i Moravës drejt Çardakut, të cilat do të jenë çlodhëse për të gjithë ata që ngjiten në këtë zonë, e që duhet thënë që nuk janë të pakt, për shkak të një tradite të hershme që ka Korça, lidhur me ecjen në mal dhe jetën e shëndetshme.